Thellimi i krizës ekonomike greke kërkon marrjen e masave të menjëhershme nga ana e qeverisë shqiptare, pasi pasojat e kësaj krize kanë filluar të ndihen dhe në vendin tonë. Për këtë qëllim, Konfederata e Industrive të Shqipërisë jep alarmin se qeveria shqiptare duhet të ndalojë daljen e palishme të parave jashtë, në mënyrë që të shtojnë kapitalet financiare në vend dhe kriza e vendit fshinj Greqisë të mos të ndihet dhe të mos rëndojë mbi shqiptarët. Të gjitha institucionet shtetërore duhet të monitorojnë në mënyrë të rreptë procedurat e transferimit të parave jashtë vendit dhe duhet që të kërkojnë nga institucionet bankare respektimin e kuadrit ligjor. Ky është ultimatumi i dhënë nga Konfindustria për qeverinë, Bankën e Shqipërisë dhe Shërbimin Informativ Shtetëror. Sipas administratorit të kësaj konfederate Gjergj Buxhuku, institucionet shtetërore duhet të ndalin sa më shpejt dhe me çdo kusht daljen e palishme jashtë vendit të kapitaleve financiare shqiptare. Konfindustria, duke marrë shkak nga njoftimet e fundit të institucioneve ndërkombëtare dhe qeverisë greke për vazhdimin e gjendjes tepër të vështirë ekonomiko-financiare të vendit fqinj për vitin 2011, si dhe duke vlerësuar përballjen e ekonomisë së Shqipërisë me pasojat e saj, i kërkon institucioneve shtetërore që si hap të parë të ndalin sa më shpejt dhe me çdo kusht daljen e palishme jashtë vendit të kapitaleve financiare shqiptare. Nga ana tjetër, një masë efikase sipas Konfindustrias do të ishte dhe aplikimi i shpejtë i faljes fiskale, pasi do të sillte dhe shtimin e parave që do të hynin në vend. Me marrjen e këtyre masave nga qeveria, ekonomia shqiptare jo vetëm që nuk preket nga kriza, por dhe mund të përfitojë ndjeshëm në kohë afatgjatë nga kriza e vendit fqinj, në të mirë të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit dhe mirëqenies së qytetarëve shqiptar.